Kena një shqetësim shumë të madh për çakajt. Ka tash 3-4 vjet si këta janë shtuar mërësisht. S'na lanë bakti, s'na lanë kur gjon si edhe fëmin kena rrezik se na i hanë. Kush dora la s'ka mu, gjoja e mëon edhe me çift. Ata si tretet fara hiç aty në. Realisht ata janë si puna e qenit. Ata i shak si pill, ajo ban 10 klysh. Ata unë kam nimruar vetë me për vetin kam nimruar deri 11 co bashk. Edhe gojtë si janë shtua. Këtu anë një problem shumë i madh. Më kanë hiç men, më kanë hangër se baktin, po se baktin, hajt ne kanë hangër nara, po më kanë hiç tu men në borë se e kam turën çështë sa është. Më kanë hangër bibat, ballajt. Në pemë kanë hiç hangër. Edhe kam ndryshim këj shtëpinë. Ka 2-3 vjet në fakt që ka pas më pak, tash janë shumë. Se nga erdhë ky virus sikur Covidi që na erdhë Pekinit, ky virus s'di ka erdhi me çakaj, me thënë drejt s'di me ma prit na vet. Pa nim ne dikuj. Nëse na nimon dikush, ju faleminderit si ba me kënd dera hapun rrasin men në korridor. Më falni për shprehjen dash se rrasin po hyn për men në korridor. Edhe me gjithë fëmijë që ashtu marr kam, mund e shkatrojnë. Kurse kojshive këtu, ka shok që ta po flasin, edhe 4-5 kokë dele, lopen e kanë sakatua, ku diun qa me thëma tepër, po është shumë agresiv. Janë kope, 10 këtu, 10 atje, e që diun me i ba bashkë, banë 100 mija, ku diun sa. Ndarkë mëllim dyrët, e mëllim shtizjet, e mëllim tëna, por ata si edhe në rrëshpjet e rrëth venit, dhe me thonë, për fatë mirë, që ka ardhë koha, dhe të më falni për shprehjen, kena banjët menë, se me pas banjën jashtë asim zot me dalë. Është dëmi? Domi është 3 kokra mi ka hongër në rrethim, ditën për diell. Më ka hinë një rovinja aty, e më ka hongër 3 shtjerrat, e njom, që kanë lesim jetë. I qojmë në rrethim baktin, e na duhet me nej me to, veç për punë çakajve. I kom qonë kënet më berët, i kom lënë të në zhegut, e s'kem pas problem kur gjo. Tash 2 vjet e hongër dresi, e ka murë zoti komplet.